Shtetet e Bashkuara kanë shkatruar vetëm rreth 1/3 e arsenalit të raketave dhe dronëve të Iranit pas një muaji luftimesh, sipas një raporti të Reuters që citon burime të njohura me vlerësimet e inteligjencës amerikane. Sipas raportit, një tjetër pjesë e arsenalit konsiderohet e dëmtuar ose e fshehur në tunele dhe bunker nën toksor, ndërsa pjesa e mbetur mbetet funksionale. Një vlerësim i ngjashëm vlen edhe për flotën e dronëve të Iranit, edhe pse shumë prej këtyre armëve nuk janë menjëherë të aksesueshme. Irani vijon të ketë një stok të konsiderueshëm. Këto të dhëna bien në kundërshtim me deklaratat e presidentit Donald Trump, i cili ka thënë se Irani ka shumë pak raketa të mbetura, si dhe me qëndrime të tjera zyrtare që sugjerojnë se kapacitetet balistike janë neutralizuar. Programi i raketave balistike konsiderohet nga Irani si një element kyç i strategjisë së tij të parandalimit, veçanërisht përballë përësisë ushtarake të SBA dhe Izraelit. Nga ana tjetër, këto kapacitete shihen nga Izraeli dhe aleatët si një kërcënimi drejt për drejt. Gjatë muajit të fundit Irani ka përdorur raketa balistike dhe dron në sulme ndaj Izraelit dhe infrastrukturës energjetike në vendet e gjirit, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme dhe ndikime në ekonominë globale. Topsimi i këtij arsenali është një nga objektivat kryesore të fushatës ushtarake të SBA-s dhe Izraelit. Izraeli ka deklaruar se ka neutralizuar rreth 70% të lëshuesve të raketave iraniane, ndërsa Teherani i ka shpërndar këto sisteme në territor për të shmangur goditjet. Megjithatë, vlerësimet tregojnë se një pjesë e konsiderueshme e arsenalit mbetet e paprekur, pjesërisht për shkak të rrjetit të gjerë të tuneleve nën toksore që vështirëson intensifikimin dhe shkatrimin e tyre. Ndërkohë, SBA ka rritur praninë ushtarake në lindjen e mesme dhe po shqyrton opsione të tjera operacionale, përfshirë një ndërhyrje toksore në zonën e ishullit Karg me synim sigurimin e qarkullimit në ngushticën e Hormuzit. Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth ka theksuar se operacionet do të vazhdojnë, duke planuar sfidat që paraqet infrastruktura nën toksore e Iranit, ndërsa numri i sulmeve ka rënë. Raketat iraniane vazhdojnë të depërtojnë mbrojtjen ajrore dhe të godasin objektiva në Izrael dhe në rajonin e Gjirit, duke treguar se kapacitetet ushtarake të Teheranit mbeten ende operative.